Rruga drejt Juglindjes e bllokuar, policia do të lejohet vetëm kalimi i ambulancave, zjarfikësve dhe mjeteve të policisë. Në vijim të njoftimeve të dhëna për qarkullimin e mjeteve në aksin rrugor Librazh Pogradec, informojmë se do të bëhet bllokimi plot i qarkullimit në këtë aks rrugor deri në një njoftim të dytë. Në zbatim të këtij vendimi, ndalohet qarkullimi të gjitha mjeteve, përfshirë mjetet e tonazhit të rënd, autobusët dhe mjetet e vogla. Pikat kufitare do të njoftojnë dhe orientojnë drejtuesit e mjeteve të tonazhit të rënd, autobusët dhe mjetet e vogla për të mos vijuar lëvizje në këtë aks. Rrugë alternative për mjetet e vogla do të jetë aksi Maliq-Llozhan, Moglic-Gramsh në drejtim të Tiranës dhe Anasjelltas. Do të lejohet të kalojnë vetëm ambulancat, shërbimi zjarfikës dhe mjetet e policisë. Shërbimet e policisë janë të pranishme në terren për monitorimin e situatës dhe orientimin e drejtuesve të mjeteve. Apelojmë për mirëkuptim dhe respektim rigoros të udhëzimeve të dhëna nga strukturat e policisë. Për çdo emergjencë, qytetarët të telefonojnë në numrin papagesë 112. Faleminderit për bashkëpunimin.